Nuk ka, thot, Nirvana, pra thot Zot. E din këtë shumë mirë, thot edhe ti. Por përse i mashtroni, thot, ata të ligët, thot që kanë nevojë të besojnë diko. Universi është, thot, prap Nirvana, Zot për të gjithë. La ilaha illallah. Vetëm një arrogante mohon Zotin e gjithësisë. Për ndryshe, sytë mbal tregojnë se Zoti ekziston. Askush nuk mund të krijoj kaq perfekt, përveç se Zoti i gjithësisë. Njeriu vetëm veten e tij po të meditoj, sytë që ka mbal, në trupin e tij të meditoj, e kupton se ka një krijues absolut. Jo më të shoh edhe për rreth. Wa fi anfusikum afala tubsirun, thot Zoti i gjithësisë, dhe në vetet tuaja a nuk shikoni, pra nuk mediton. Thiri mendjes, Nirvana, thiri mendjes. Zoti ekziston. Është një krijues absolut që ka krijuar universin, ka krijuar gjithçka. Allahu i lartësuar, për ndryshe, nëse do t'ishte gjithçka Zot, a di qa do të bëhim këtë dynjë? Allahu na rujt. Ka vetëm një krijues absolut, që është Zoti i gjithësisë, që çdo gjë e ka krijuar perfekt. Zoti i gjithësisë. Nuk ndodh asgjë në këtë univers vetëm se me lejen e tij. Ai është i denjë për çdo lavd. Ai është meritor për t'u adhuruar. Është i vetmi që meriton të adhurohet. Prandaj unë të ftoj që të reflektosh. Të ftoj ta lexosh Kur'anin dhe lutesh Zotin e gjithësisë të t'i hap portat e udhëzimit, të ta mundësoj ta adhurosh dhe ta madhrosh atë.